mbas 20 vitesh e ma tepër, jam pajtu me babin, që gjysviti besoj ka për qëllim, është pajtu që gjysviti, por nuk po ma ngroh zemrën, flet shumë fjalë të gabuara, a me vazhdu thot me ta, me bisedu dhe me u taku. Alhamdulillah që ka puna deri tek ky bashkimi juaj. Unë nuk po i di se bepët pse s'keni folë ose s'keni taku 20 vjet, Allahu alem, Zoti dhe mas mire, është çështja juaja. Çka këshillojnë në përgjithësi pa i ditë detajet e problemit juaj. Edhe nëse ai flet gabim ose nuk ta ngroh zemrën, se normal kur të kalojnë vite ftofat njeriu. Unë e them që ti nuk do të thonë që më u prish prap me babën, edhe pse s'po ta ngroh zemrën. Ndoshta jeni ndarë, nana juaj është ndarë, ju ka marrë juve, ju ka rrit juve. Ti jepja hakin babës, aq sa të ka obligu Allahu. Nuk është patjetër me dash shumë me zemër, por është patjetër me ia bë respektin e kërkuar. Çet sa lyp Islami. Me vizitu ndonjëherë, me thirr ndonjëherë, me mas. Aq sa ju nuk bini në pozitat pa lakmueshme. Nëse është i smut me shku në herë me pa, me shku një për herë, një ngushëllim, e këso gjanat cilat paka shumë besimtari konsiderohet se është të i majt lidhjet farifisnore. Ti e sigur që je martume, ke drejtimin e jetës tane, thot një fjalë popullore, në këso raste, ngremës e këput. Një mesatare, ty mos me dëmtu, pa dhe nga ana tjetër, me kry paka shumë obligimin ndaj babës. Allah në udhëzoft gjithve, e udhëzoft edhe babën tanë. Allahumma amin.